Pas shpalljes të listave të mbyllura e të hapura për kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit para 5 ditësh, filloi zyrtarisht fushata zgjedhore. Lista e Partisë Socialiste për qarkun e Fierit do të kryesohet nga zëvendës kryeministrja dhe ministrja e energjetikës dhe infrastrukturës Belinda Balluku, e cila është edhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste për këtë qark. Dje në Lushnjë, në palestrën e shkollës Fotopuka, zonja Balluku prezantoi kandidatët për deputet në Bashkinë Lushnjë. Në fjalën e tyre, kandidatët premtuan fitoren për herë të katërt për Partinë Socialiste. Me kontribute në pushtetin vendor të këtij qyteti, të kësaj bashkie, fjalë pak, ka përgjithmonë përshtypje, madje i kam tërhequr të vëmendje nganjëherë kur dilnim të dy në për takime, sepse është i përulur, është modest dhe mundohet të mos i fusit brynda të tjerëve për të dalë i pari para drejtuesës apo për të dalë në bukur foto. Ky fakt, beson në një person me eksperiencë të thellë në politikë, tregon karakter. Tregon që ai do të jetë aty për ju dhe jo për t'u dukur. Tregon që ai do të punojë aty për ju, për Lushnjën, për Bashkinë dhe jo për veten e tij. Mbështetjen e Top Collaborations është një nga të tuaj. Vërtet jam shumë i emocionuar që sot jam këtu përpara familjes më të madhe, familjes socialiste. Bravo! Është shumë herë për mua që sot përfaqësoj dhe të jem në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste, në listë me bashkëpunëtorët që Akti përmendi, që janë shokët e mi, janë kolegët e mi. Unë jam Meton Koreshi, lindur në Lushnjë dhe rritur në Partinë Socialiste.